pse që ndodhi me Windowsin nga 2013 me Microsoft Windows që ndodhi nga 2013 deri sot që po flasim, do me thonë si pritet Windows, ka rënë që problematika shka Sa duhet. që ne i dim, po të pyes ty, po. Duke filluar nga shumë do thonë që unë do përmend pjesën e shprehjen që kanë shumica të rinjve, edhe përfshi dhe mua normalisht, vibe coding. Nuk është vetëm të vibe coding, është pjesa e infrastrukturës, mendimit të cilës zhvillohet atë, sepse Microsofti mendimi im normalisht po mundohet që të mbaj një program, një ndërfaqe, një arkitekturë të vjetër, shumë të vjetër. Flasim që nga vitet 98-95 ka komponente specifik, akoma që punojnë, domethënë edhe sistemet e sotme, sjellin problematika te pjesa e përshtatjes së programe moderne, duke u bazuar tek programet që kërkohen te pjesa e webit më shumë. Sepse Microsofti si model që ka ndërtuar modelin që të kalojë shumica e gjërave në cloud. Gjë që